Zëvendës kryeministri Arben Fetaj ka deklaruar se nesër do të takohen me partnerët në koalicion për të biseduar për emrat e ministrave të rinj. Kryeministri Mickoski deklaroi se personalisht ka kërkuar të ndërpriten pagesat për keqpërdorim të fondeve evropiane për bujqësi. Ulet për 6.5 milion euro buxheti për sëmundjet e ralla. Kallëzim penal për një person dolën bashk në gjuhë e tij vrau shokun pa dashje. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski nesër pritet të takohet me partnerët e tij shqiptar të qeverisë për të diskutuar për rikonstruimin e qeverisë dhe për të propozuar emra. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetaj tha se Bekim Sali pritet të jetë zëvendës kryeministër, ndërsa ministri i ekologjisë do të jetë nga LD-ja e Izet Mexhitit. Eksponentë të koalicionit vlen më së voni nesër pritet të ulen me kryeministrin Mickoski si mandatar për të diskutuar rikonstruimin e qeverisë dhe për të propozuar emrat, të cilat do të zënë karriget e boshadisura në ekzekutiv pas zgjedhjeve lokale. Ndër emrat kryesor pritet të jetë propozimi i deputetit Bekim Sali në pozitën e zëvendës kryeministrit të parë. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri Arben Fetaj, i cili mes tjerash tha se Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të vazhdojë të udhëhiqet nga kuadri Lëvizjes Demokratike, parti pjesë e koalicionit vlen. Në këtë drejtim kemi një dakordim në kuadër të koalicionit vlen që pas largimit të Izet Mexhitit, i cili tashmë është kryetari i Çajirit, duhet të vijë zëvendësues për pozitën e zëvendës kryeministrit parë dhe propozimi i koalicionit vlen është ky zotëri të jetë Bekim Sali. Tani Izet Mexhiti dhe Lëvizja Demokratike do propozojnë sigurisht edhe një emër për ministër të mjedisit dhe besoj brenda kësaj jave nesër mos largu do ulemi me kryeministrin si mandatar dhe do i shtrojmë këtë çështje, gjejmë një zgjidhje në bazë të asaj që është dakorduar si hise e partnerëve të koalicionit. Veç pozitave për të cilat Fetaj foli, në mbledhjen e partnerëve të koalicionit pritet të diskutohet edhe emërtimi i zëvendës ministrit të mbrojtjes, pozitë lëmbosh që nga largimi Arben Taravarit nga qeveria dhe koalicioni vlen. Pozita në fjalë pritet gjithashtu t'i takoj koalicionit shqiptar që është pjesë e qeverisë, ndërka që emërtimi eventuali Bekim Sali si zëvendës kryeministër i parë do të sjellë ndryshime në kuvent. Pas largimit nga posti i deputetit, Salin pritet ta zëvendësoj Zekiria Tahiri, që në listën e deputetëve të koalicionit vlen në zonën zgjedhore numër 1 mban numrin 4 pas Feride Haxhiut, e cila radhitej e treta. Kryeministri Kristian Mickoski mohoi se fondet IPARD janë bllokuar pas arrestimeve për korrupsion në Agjencinë për Mbështetje të Bujqësisë. Ai sqaroi se vetë kishte kërkuar përzullimin e pagesave IPARD për të zbuluar shkallën e abuzimeve. Sipas tij, keqpërdorimet datojnë prej vitesh dhe hetimi do t'i përfshijë të gjithë ata që kanë keqpërdorur. Kryeministri Kristian Mickoski ka mohuar se mjetët nga IPARD-3 janë bllokuar pas arrestimeve për korrupsion në Agjencinë për Mbështetje të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Ai tha se hetimi po thellohet sepse ka informacione edhe për keqpërdorime të mëparshme të mjeteve. Mickoski tha se ka kërkuar që të bllokohet pagesa parave nga IPARD, që të shihet se deri ku kanë shkuar keqpërdorimet. Duhet të shohim deri ku shkojnë keqpërdorimet, sepse informacionet fillestare flasin se kjo nuk është prej tani, por disa vite me radh është bërë kjo. Kështu do të hetojmë gjithçka dhe çdo njeri që mendon se do të kalojë ashtu gënjehet, do të përgjigjen të gjithë nga i pari deri tek i fundit, kushdo që të jetë. Ministria e Financave të hënën kumtoi se përmes strukturave dhe organeve për menaxhim me mjetet nga instrumenti IPA-IPARD i Bashkimit Evropian, Maqedonia e Veriut të ka marrë vendim për ndërprerje të përkohshme të pagesave
pagesave të mjeteve nga programi IPART. Siç ishte sqaruar, vendimi i tillë vijon pas ngjarjeve aktuale me Agjencinë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Kujtojmë se nga partia opozitare maqedonase LSDM akuzojnë se programi IPART 3 është pezulluar për shkak të megaskandalit të korrupsionit të qeverisë. Ata thonë se bujqet kanë mbetur pa mbështetjen e nevojshme për shkak të korrupsionit, të partishmërisë dhe pa aftësisë e personelit të VMRO-DPM-s, duke shtuar se, siç thonë, ky megaskandal është një tregues i një sistemi korrupsioni dhe klientelizmi që shkatërron plotësisht besimin e qytetarëve në institucione. Deklaratat e Hristian Mickoskit me pagesat nga programi IPART 3 janë ndalur me kërkesë të tij anqesharake, thonë nga LSDM. Sipas tyre, pagesat nga IPART nuk mund të ndalen as ligjërisht as proceduralisht nga kryeministri, ministri apo ndonjë parti politike. Këtë e bën zyrtari kombëtari autorizuar, institucion që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, por që punon në mënyrë të pavarur sipas rregullave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se NOA nuk vepron me urdhër të qeverisë apo të Mickoskit, por vetëm pas një sinjali nga Komisioni Evropian ose pas një vlerësimi të brendshëm për rrezikun në sistemin e kontrollit të pagesave. Mickoski duke u përpjekur të shpëtoj përgjegjësisë politike, po sillet sikur të ishte kontrollor i parave evropiane, gjë që është absurde dhe tregon paaftësinë dhe panikun e tij, thuhet në reagimin e LSDM-s. Sipas tyre, programi IPART 3 është pezulluar sepse Agjencia për dhënje të fondeve IPART është komprometuar me korrupsion, abuzime dhe ndikime partijake. Krye prokurori Ljupço Kocevski ka njoftuar se procesi gjyqësor për tragjedinë e diskotekës në Koçan për këtë rast do të angazhohen më shumë se 15 prokuror. Hetimi për pjesëtarët e policisë lidhur me zjarrin në diskotekën Puls ishte i parashikuar të përfundonte deri në fund të shtatorit, por është shtyrë për shkak të disa rrethanave objektive me dëshmitarët. Procesi gjyqësor për rastin e zjarrit në diskotekën Puls do të nisë javën e ardhshme më 19 nëntor, ndërkaq kryeprokurori Ljupço Kocevski ka njoftuar se për këtë rast do të angazhohen më shumë se 15 prokuror. Sipas Kocevskit, prokuroria është plotësisht e përgatitur dhe tashmë është rënë dakord për mënyrën se si do të përfaqësohet akt akuza në gjykat. Ai theksoi se nuk pritet asnjë problem nga ana e prokurorisë gjatë procesit gjyqësor. Në sallë do të jenë të pranueshëm të njëjtë prokurorë që e kanë ndjekur rastin deri tani, por më shumë gjatë do të angazhojmë edhe disa të tjerë, për të mos e ngarkuar punën e atyre që kanë edhe lëndë të tjera. Kështu që do të sigurohemi që gjykimi të mos shtyhet dhe procesi të mos vënohet për shkak të mungesës së përfaqësuesve të akuzës. Hetimi për pjesëtarët e policisë lidhur me zjarrin në diskotekën Puls ishte parashikuar të përfundonte deri në fund të shtatorit, por është shtyrë për shkak të disa rrethanave objektive me dëshmitarët. Për procedurën paraprake ndaj punonjësve të administratës tatimore, hetimet po zhvillohen nga prokuroria themelore në Koçan, ndërsa prokurori ka dhënë udhëzime për veprimet e nevojshme të institucioneve përkatëse. Për tragjedinë më të madhe në Maqedoninë e Veriut, në bankën e të akuzuarve do të ulen 34 persona, përfshirë ish ministrat e ekonomisë, ish drejtor të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, ish kryetar të komunës së Koçanit, inspektor dhe persona përgjegjës në kompanitë që menaxhonin me klubin e natës. Në këtë ngjarje tragjike, natën mes 15 dhe 16 marsit, humbën jetën 63 persona dhe mbi 200 të tjerë u plagosën. Kryeministri i Vendit Hristian Mickoski ka deklaruar sot se qeveria do të caktojë ushtrues detyre në 4 komuna që në të cilat nuk u arrit censusi për të zgjedhur kryetar të komunave. Ai tha se këto do ta bëjnë sapo të marrin njoftimin nga KSZ për përfundim të procesit zgjedhor. Kujtojmë se censusi nuk është arritur në komunat Gostivar, Vrapçish, Qendër Zhub dhe Mavrove Rostush. Komisioni zgjedhor duhet të njoftojë qeverinë brenda 15 ditëve nga përfundimi i zgjedhjeve. Pas marrjes së njoftimit, qeveria duhet brenda 15 ditëve të emërojë një administrator për të kryer detyrat e kryetarit të bashkisë. Qeveria jo më vonë se 15 ditë pas ditës së emërimit të administratorit duhet të njoftojë kryetarin e kuvendit për shpalljen e zgjedhjeve për kryetar bashkie. Absolutisht që këtë do ta bëjmë sipas ligjit. Që ta bëjmë këtë, duhet fillimisht të marrim njoftim nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve se zgjedhjet kanë përfunduar dhe se në ato 4 komuna zgjedhjet janë të pasukseshme dhe më pas qeveria do të emërojë.
Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe tha se nuk janë penduar që kanë dalë nga qeveria pas edhe sot e kësaj dite asnjë pikë marrëveshjes që kanë pas me VMRO nuk është realizuar. Duke folur për zgjedhjet lokale, deputeti i ASH-s tha se votat e VMRO DPMN-s kanë qenë ata që në disa komune i kanë sjell Vlenit fitoren, duke përmendur Çajirin, Sarajin dhe Tetovën. Nuk jemi bërë as pak pishman që kemi dalë nga qeveria, kështu ka deklaruar Halil Snopçe në emisionin Debat në Shenja, i cili është deputet i Aleancës për Shqiptarët të Arben Taravarit. A i tha se ASH historikisht ka vepruar nga opozita. Snopçe madje drejtoi edhe një sër kritikash për pushtetin aktual, duke shtuar se asnjë pikë nga marrëveshja që kanë pasur me VMRO-n nuk është realizuar, e sidomos a i tha se është regresi i vendit për në Bashkimin Evropian. Pra pika e parë me insistimin ton ka qenë rrugtimi evropian, për atë që flas tani. Dakord? Shqipe, përpara se të hyjmë në qeveri me Vlenin, shumë më tepër diskutoi për rrugtimin evropian, për ndryshimet kushtetuese, se sa pas hyrëm në qeveri. Pra, Kristian Mickoski, kryeministri i Vlenit, kishte disa deklarata kategorike dhe vazhdon me ato deklarata kategorike dhe ai është refuzues në këtë aspekt. Po normalisht ne nuk mund të pranojmë, sepse ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, perspektiva e vetme e shtetit ton nuk ka alternativë shtetit pa rrugtimin evropian. Pra kjo ishte një pjesë e marrëveshjes. I pyetur për rezultatin e AKI-së në zgjedhjet e fundit lokale, Snopçe është shprehur i kënaqur, duke thënë se kandidati i partisë në Gostivar, Valbon Limani, ka marrë më tepër vota se çdo kandidat i Vlenit në rrethin e parë. Po në dy komunat në Gostivar dhe Vrapqish, ku mungonte cenzusi, ti nuk mund të thuash se Aleanca për Shqiptarët e koalicionari kanë humbur. Mos harrojmë, në Gostivar është diferenca më e thellë në krahasim me secilën komunë tjetër në Maqedoni, hiqe Shkupin kryeqytetin. Pra, në Gostivar, Valbon Limani, kandidati për kryetar komune, ka marrë më tepër vota se çdo kandidat fitues Vlenit të rrethin e parë. Flasim për rrethin e parë, sepse Gostivar s'kishte rreth dytë. Deputeti i ASH-s tutje tha se votat e VMRO DPMN-s kanë qenë ata të cilat në disa komuna i kanë sjellë Vlenit fitoren, duke përmendur Çajirin, Sarajin dhe Tetovën. Projekt buxheti i vitit të ardhshëm parashën një ulje prej 6.5 milion eurosh për sëmundjet e ralla. Shoqata Jetë me Sfida kërkon nga Ministria e Financave që ta arrisë e jo ta ul buxhetin, ndërsa Ministri i Shëndetësisë tha se ky është vetëm një draft buxhet dhe nuk është definitiv. Në regjistrin e sëmundjeve të ralla figurojnë 1023 pacientë me sëmundje të ralla. Buxheti vjetor për sëmundjet e ralla për vitin 2026 është hulur nga 24 milion euro në 17.5 milion. Për këtë reagojnë nga shoqata e qytetarëve me sëmundje të ralla Jetë me Sfida dhe apelojnë tek Ministria e Financave që këtë shumë të zmadhojnë e jo të zvoglojnë. Danes go pravime ovaj presot. Nuk e di se çfarë do të thot ulja e buxhetit, por nëse këtë vit buxheti është 24 milion euro, tani për vitin e ardhshëm është rreth 17.5 milion, që është një ulje e madhe, por kjo nuk mund të jetë kështu. Apeloj te Ministri i Financave sepse ai është përgjegjës për financat që ta zgjeroj programin dhe jo ta zvogloj. Për këtë zvoglim të buxhetit u pyet Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili tha se ky është vetëm një draft buxhet dhe nuk është definitiv. Pra definitivisht buxheti siç është buxhet draft buxhet i cili është krijuar në aspekt të numrave dhe të vlerës nga Ministria e Financave. Pra për çdo linjë buxhetore neve kemi analizuar dhe kemi krijuar kemi bërë një dokument i cili do shkojmë për çdo linjë buxhetore që të editohet dhe të adaptohet në bazë të nevojave shëndetësore. Diana Bashevska Karanfilovska, drejtuese e laboratorëve të diagnostifikimit molekular dhe gjenomikës pranë Ashamit, njoftoi se kanë diagnostifikuar mbi 1500 pacient me sëmundje të ralla. Prej para 10 viteve, duke pasur në dispozicion teknologjitë e reja, ne vendosëm një protokoll universal për secilën sëmundje të rrallë ose ultra të rrallë dhe kemi testuar më shumë se 1500 pacient me një shkallë suksesi diagnostifikues prej 40%, që është një shkallë suksesi në mbar botën. Megjithatë, gjithashtu një numër i madh i pacientëve mbetet pa diagnostifikim, që për neve është shenjë që duhet të shkojmë një hap më para.
Ndërsa në regjistrin e sëmundjeve të rralla figurojnë 1023 pacientë me sëmundje të rralla dhe sipas kryetarit të Komisionit të Sëmundjeve të rralla Zlate Stojanovski, jo çdo pacient është kandidat për terapi. Sa i përket mjeteve, 1 miliard dhe 260 milion denar ishte buxheti për vitin 2025, që ishte për 310 milion më shumë se në vitin 2024. Numrin definitiv për këtë vit nuk e kemi ende, por përgjegjësia është e madhe. Do të punojmë në drejtim që të sigurojmë ilaçe për secilin pacient dhe asnjë pacient të mos mbetet pa terapi. Ndërsa kryetari i shoqatës së mjekave të mjekësisë familjare Dragan Georgievski kërkon më shumë kompetenca për mjekësinë primare në drejtim të diagnostifikimit të sëmundjeve. Kërkojmë që të na zgjidhen duart, para se gjithashtu specializantëve të mjekësisë familjare, sepse të gjitha vendet europiane, por edhe vendet e rajonit, Serbia, Shqipëria, Kosova dhe Bullgaria, kanë shumë më shumë ingerenca dhe mundësi për ndjekje laboratorike që të udhëzojnë pacientët për metoda diagnostifikuese, sepse nga 80 deri 85% problemi zgjidhet në mjekësinë primare. Në simpoziumin në kuadër të fushatës Tije Hero i Rall me qëllim të përmirësimit të njohurive dhe praktikave në zbulimin dhe diagnostifikimin e hershëm të sëmundjeve të rralla, nga Ministria e Shëndetësisë njoftuan se këtë vit janë siguruar 58 ilaçe për 430 pacientë me sëmundje të rralla. Dalja në Gjueti e një grupi shokësh ka rezultuar të jetë tragjike për njëri prej tyre. Një pakujdesti e rastit bëri që të shkrep një pushk duke lënë të vdekur njërin prej tyre. Personi është goditur në pjesën e stomakut dhe krahut dhe gjatë transportimit për në spital nuk ka arritur të bëjetoj plagëve. Festa e një grupi shokësh që kishin dalur në mal për Gjueti për t'u argëtuar nuk ka zgjatur shumë, pasi ka përfunduar me fatalitet. Ka mjaftuar një çast i pakujdesisë që Gjuetia të kthehej në tragjedi e njëri prej tyre mos të kthehet më kurrë. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë ditës së djeshme, zyrtarët e policisë nga rajoni Strumicës, respektivisht nga Radovishi, kanë arrestuar disa persona, pasi të hënën ata kishin shkuar në Gjueti në territorin e Gabrevcit, pa posëduar leje të vlefshme për Gjueti, ndërsa dyshohet se nga pakujdesia e kanë vrarë një person. Viktima, siç njofton nga MPB, është goditur në pjesën e stomakut dhe krahut dhe gjatë transportimit për në spital nuk ka arritur t'u mbijetoj plagëve. Gjatë Gjuetis, personi me iniciale MB nga pakujdesia shkrepi një fishek me pushkën e tij dhe qelloi personin me inicialet JP në zonën e stomakut dhe krahut. Pas incidentit të plagosurin e vendosën në një automjet dhe drejtuan drejt shërbimit të urgjencës në Radovish. Gjatë rrugës njoftuan shërbimin e urgjencës dhe u takuan me automjetin e urgjencës në vendin e quajtur Dedinski Çairi, në territorin e Dedinit. Mjeku konstatoi vdekjen e personit. Prokurori publik i Prokurorisë Themelore Radovish dhe një ekip i njësisë policore Radovish kryen inspektimin në vendngjarje. Sipas urdhrit të prokurorit, trupi i viktimës është dorëzuar për obduksion. Nga të gjithë të përfshirët nga MPB informojnë se janë sekuestruar armët e Gjuetisë dhe municioni, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpinë e personit që shkrepi armën, janë sekuestruar gjithashtu pushkë dhe municion. 3 persona mbeten në stacionin policor Radovish. Gjatë ditës do të dorëzohet kallëzim penal ndaj personit me inicialet të MB për vrasje nga pakujdesia, ndërkaq pas dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet kallëzim penal edhe ndaj 11 personave tjerë për Gjueti të paligjshme. Policia e Manastirit ka paraqitur kallëzime penale kundër një personi nga Prilepi dhe një tjetri nga Krusheva, të dyshuar se kanë mashtruar një grua 88 vjeçare duke i thënë një gënjeshtër se i biri i saj kishte shkaktuar një aksident trafiku ku kishte përplasur një fëmijë. Sipas MPB-s, më 25 gusht 2025 në Manastir, të dyshuarit e mashtruan gruan duke i telefonuar dhe duke u ju prezentuar rrejshëm si persona zyrtar, duke i thënë se djali i saj dhe bashkëshortja e tij ishin të lënduar dhe se nëse dëshironte të shpëtonte të birin nga ndjekja penale, duhej t'u jepte 72.500 denar. Pas marrjes së parave, mashtruesit u larguan, ndërsa e moshuara më vonë kuptoi se ishte mashtruar. Pasi rasti u raportua në polici, policia ndërmori masa të mënjëhershme i gjeti dhe i arrestoi autorët, ndaj të cilëve është ngritur kallëzim penal.
Ish diplomati Amerikan Christopher Hill gjatë dëshmisë së tij në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s tha se ka ardhur të dëshmojë se ish-presidenti Hashim Thaçi nuk ka bërë krime për të cilët është mbajtur edhe i paraburgosur. Koha i shëron të gjitha plagët dhe kur e mendoj pas 25 vjetësh është koha e madhe që të mendojmë gjërat dhe nuk kam arsye që të besoj që zoti Thaçi ishte përfshirë në aktivitete të tilla. Nuk kam arsye të besoj dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitete të tilla të paligjshme. Dhe si që kuptoj unë, ai është mbajtur i paraburgosur për një kohë të caktuar lidhur me këtë çështje. Pra unë ndjeva sikur mu kërkua kjo gjë. Nuk kontaktova njerëz, më kontaktuan mua dhe ndjeva që duhej të thosha atë që dija lidhur me situatën, tha ai. Ish diplomati amerikan ka folur edhe për qëndrimet e Adem Demaçit, duke thënë se ishte kundër çdo marrëveshje që nuk e përmbante pavarësinë e Kosovës. Ne dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë, pra kur ekzistonin problematike serioze që të rënda ne supozonim që është Demaçi pas këtyre, ka thënë ai. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore bëri thirrje të martën për veprime urgjente për të mbrojtur dhe për të dhënë përparësi grave dhe vajzave në Sudan, ku konflikti vazhdueshëm dhe kriza në rritje e urisë kanë lënë miliona persona në rrezik. Për më shumë se 2 vjet rresht, çdo vije frontit në Sudan ka shkatruar trupat, shtëpit, mjetet e jetesës dhe të ardhmen e grave dhe vajzave të cilat kanë duruar skajin më të mpret të konfliktit të tmerrshëm të Sudanit, u tha gazetareve në Gjenev Ana Mutavati, drejtoresh rajonale. Sipas alarmit të fundit për dimensionet gjinore të pasigurisë ushqimore në Sudan, gati 11 milion gra dhe vajza tani janë në një pasiguri akute ushqimore. Thjesht të qenit grua në Sudan është një parashikues i fortë i urisë, tha Mutavati, ndërsa luftimet intensifikohen në qytetin Al-Fashar dhe pasiguria ushqimore përhapet në të gjithë Darfurin, gratë dhe vajzat përballen me uri ekstreme, zhvendosje, vdekje dhe dhunë seksuale dhe me bazë gjinore, ka shtuar ai. Senati Amerikan ka miratuar një projekt ligj kyç që mund të jap fund brenda disa ditësh mbylljes më të gjatë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Projekt ligji është miratuar me shumicë të thjesht 60 vota për dhe 40 kundër. Pothuajse të gjithë republikanët kanë votuar për, ashtu sikurse 8 demokratë, të cilët janë ndarë nga partia për ta miratuar dokumentin. Marrëveshja parashet që qeveria të financohet deri në fund të janarit, tani duhet që dhoma e përfaqësuesve të miratojë projekt ligjin para se presidenti amerikan Donald Trump të nënshkruajë atë për të hyrë në fuqi. Trump ka dhënë sinjale se ka gatishmëri për të nënshkruar. Marrëveshja është arritur në fundjavë pasi disa demokratë u janë bashkuar republikanëve dhe kanë nënshkruar një marrëveshje për t'i kthyer punëtorët federal në punë dhe për rikthimin e shërbimeve thelbësore. Shumë shërbime qeveritare janë pezulluar prej tetorit dhe rreth 1.4 milion punëtorë federal janë në pushim pa pagesë ose janë duke punuar pa pagesë. Mbyllja e qeverisë ka ndikuar në shumë shërbime, sidomos në trafikun ajror dhe në ndarjen e ndihmave për 41 milion amerikanë me të ardhura të ulëta. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.